mars 1945, në Tiranë hapej një proces që regjimi komunist do ta paraqiste si triumfin e drejtësisë së re. Por për 10 burra që po nxirreshin nga qelit e burgut atë mëngjes, ai ishte fillimi i një prej faqeve më të errta të historisë shqiptare. Mes tyre ndodhej edhe intelektuali, gazetari Lazar Radi. Në kujtimet e tij, ai e përshkruan atë mëngjes si të ftohtë, të zymt dhe pa diell. Një mëngjes kur, sipas tij, edhe qielli dukej sikur merrte pjesë në fatkeqësinë që po afrohej. Të burgosurit vishnin rrobat më të mira që kishin, ndërsa mbi secilin rëndonte ndjesia se po ecnin drejt një fati tashmë të vendosur. Përmes kujtimeve të Lazar Radit, dokumenteve arkivore dhe dëshmive të studiuesve, do të rindërtojmë rrjedhën e gjyqit special, një proces që zgjati 45 ditë dhe që shënoi fillimin e një modeli të ri të drejtësisë politike në Shqipëri. Në sallën e kinemas Kosova, u ulën në bankën e të pandehurve ish kryeministra, ministra, ushtarak, jurist, gazetar dhe intelektual. Brenda sallës flitej në emër të ligjit. Jashtë saj, turma të organizuara prisnin dënimet. Ajo që po zhvillohej nuk ishte vetëm gjykimi i 60 të akuzuarve. Ishte prova e parë e një sistemi që do të përdorte drejtësinë si instrument të pushtetit dhe frikën si mjet qeverisjeje. Në këtë pjesë të dytë do të ndjekim ditë pas dite zhvillimin e këtij procesi, pretencën e prokurorit, vendimet, ekzekutimet dhe pasojat që gjyqi special do të linte mbi familjet e të dënuarve dhe mbi historinë e Shqipërisë. Ishte mëngjesi i ftohtë i 1 marsit 1945. Herët në mëngjes ne njoftuan të bëheshim gati për të dalë në gjyq. Dita e parë e marsit. Këtë ditë fillonte t'i hapte dyert e veta gjyqi special, i cili për një muaj e gjysmë do të terrorizonte të gjithë popullin shqiptar dhe do të gëzonte partizanët serb në Bihaç. Na njoftuan që të visheshim mirë dhe të bëheshim gati për të dalë në gjyq. Ishte një mëngjes i ftohtë dhe i padiell. Kishe përshtypjen sikur edhe vetë qielli donte të merrte pjesë në dhimbjen, në fatkeqësinë, në kobin, në masakrën që do të vihej kuror mbi kokat tona prej turku, të futur aty për të dhënë llogari. Po ruheshim, po visheshim me gjërat më të mira që kishim. Kush më mirë e kush më keq, dukeshim si dhëndrur. Thellë në shpirt, sikur na rëndonte një peshë e rëndë, misterioze e kopshme. Pa e parë gjokundi, na rëndonte mbi zverk si një shpatë e rëndë, e ftohtë kërcënuese, në atë mëngjes plakash, fund dimri, qëndronte pezull dhe vazhdimisht kërcënues mbi zverkun ton. Gjyqi filloi me 1 mars 1945 dhe vazhdoi deri me 14 prill 1945. Janë 45 ditë, se marsi marsi ka 31 ditë, edhe 14 bëjnë 45 ditë, ka qenë seanca të përditshme nga 4, 5, 6 orë për secilin atje. Fakti është që nuk është provuar asnjë akt kriminal i asnjërit prej të pandehurve. Nuk është vërtetuar që ka vrarë me dorë të vet ose ka dhënë urdhër për të vrarë. Gjyqi special ishte palestra e parë ku do të zhvilloheshin provat solemne të krimit komunist në Shqipëri. Në Tiranë dhe në gjyq po merrnin pjesë edhe të huaj, sidomos vëzhgues aleat, vëzhgues të misioneve anglo-amerikane që ndodheshin në kryeqytet. Për interesa politike, ky gjyq do të përpiqej të ruante deri diku objektivitetin. Gjoja të ruante normat e drejtësisë. Duke qenë se gjyqi ishte ngjyrosur në mënyrë spektakolare. Për shembull, silleshin me makinë edhe futeshin në rresht ku ishin përgatitur turmat e njerëzve që i shtynin, i pshtynin edhe ju këndonin atje, domethënë, për shembull, është e famshme tradhtarët Porsimiu i dënon Bedris Pahiu, për shembull, është këndohesh këngë, kupton? Mblidheshin edhe fëmijët e shkollave të gjithë, edhe në këtë në salla ishte e zgjedhur Kinema Kosova, që ishte teatri kombëtar më pas,
ishte e mbushur, në rreshtin e parë ishin vendosur nënat e dëshmorëve, në rreshtin e dytë ishin vendosur oficer, në rreshtin e tretë masani, po ishin përzgjedhur nga të gjithë kategoritë sociale dhe vetë diktatori ishte pjesëmarrës i her pas hershëm në tribun, në ndjekjen e seancave të gjyqit, po njëkohësisht ishin edhe këto ambasadat, si thonë shërbimet përfaqësitë konsullore ose përfaqësitë e ambasadave që ishin në pjesën e sipërme që kanë ndjekur gjatë gjithë kohës gjyqin. Gjyqi special, në mes të një euforie për të çmendurish, vazhdoi për 1 muaj e gjysmë dhe me më shumë se 30 seanca. Parashikimi ishte që të përfundonte nga gjysma e prillit, sepse ndër ato ditë do të zhvillohej në Tiranë një kongres rinie shqiptaro-jugoslave. Delegatët jugoslav arritën 1 ditë ose 2 ditë më parë që të merrin pjesë edhe në spektaklin makabër të zhvillimit të seancave të fundit të gjyqit special në Tiranë. Natyrisht, në seancat e fundit muarën pjesë edhe delegatët jugoslav të shoqëruar nga shqiptarë që dinin të flisnin serbo-kroatisht. Ustallëku i emisarëve të Jugosllavisë ishte i përsosur. Emisarët e tyre tepër aktiv punonin në heshtje dhe në hije. Ata kanë qenë të pranishëm jo vetëm në mal ku ishin organizatorët kryesor, por edhe më vonë zbritën së bashku me partizanët dhe u ngulën në Tiranë për të bërë organizimin e parë tashmë jo vetëm të ushtrisë, por edhe të administratës civile. Edhe në gjërat më të vogla ndihej dora dhe mendja e tyre diabolike. E gjithë puna e tyre, dhe nuk ish as e vogël dhe as e papërfillshme, tani ishte organizimi i shtetit shqiptar, natyrisht sipas modelit jugoslav. Kudo kanë vepruar si hije, kudo pa u shfaqur në persona të parë, kudo pa u dukur as si figurant në ato skena makabre të politikës tragjike që po luhej në kurrizë të këtij populli. Paradoksi është se në gjyqin special ishin 17 juristë të shkolluar në perëndim. Dhe gjyqin e bënte, kryetari i gjyqit ishte një që kishte mbaruar vetëm 4 vjet shkollë fillore, vetëm fillore, dhe këtu fillon edhe paradoksi i zvërtetës. Domethënë, dënonte një njeri që kishte as shkollë as gjë, dënonte ata që ishin përfaqësues të jurisprudencës, bile njëri prej tyre, Koço Tasi, kishte qenë legjislator i njohur, ai kishte bërë dhe të drejtën penale dhe të drejtën, mos gaboj, dhe të drejtën civile, në kodin penal dhe të drejtën penale. Njëkohësisht ishin edhe mjaft përfaqësues të shtypit, për shembull. Kishin personalitete si Samim Visoka, Jakov Milaj, Lazar Radi, ishte Masar Sopoti, ishte Mihal Zallari, ishte Akile Tasi, që ishin gjithë njerëz të lidhur me shtypin edhe me gazetarin. Domethënë njerëz që në një farë mënyre nuk kishin as lidhje me luftën dhe as lidhje me krimin. Kishin lidhje me, si thua, me një lloj sensin e propagandës, por që propaganda ju kthye, si thua, në një lloj akti kriminal, që një pjesë e tyre do të merrte edhe jetën. Për 45 ditë me radhë, seancat vazhduan njëra pas tjetrës. Të pandehurit u përballën me akuza, dëshmi dhe një proces që sipas shumë studiuesve kishte marrë drejtimin e tij që në ditën e parë, por momenti më i rënd ende nuk kishte ardhur. Në gjyqin special ka qenë edhe Bari Omari, i cili përfaqësonte ballin kombëtar. Bari Omari kishte jetuar si antizogist në Austri, kishte qenë në Vatër, kishte patur kontribute, po të njëjtën gjë ka patur dhe Aqif Përmeti që ka ardhur me forcat e tij në shpallin e pavarësisë dhe shpallin e shtetit shqiptar mbas 1920-s, edhe ata që kishin elemente të dukshme të patriotizmit dhe të dashurisë u cilësuan si tradhtar dhe u kaluan në. Por të ndalojmë pak te figura e Bari Omarit, të cilit motra i shkon dhe i drejtohet të vllajt që ishte diktatori dhe i thot: "Aman të lutem të ma falësh." Thot: "Nuk është në dorën time, thot është në dorën e Koçizodzës." Ndërkohë që Koçizodza thot: "Ai më ka dhënë urdhër që ta vras."
E motra nuk i foli më të vllajt për gjithë jetën. Ajo ka punuar si peshuese diku në një rrugë të Tiranës gjithë jetën dhe nuk i foli më vllajt sepse në një farë mënyre ai e dënoi dhe pushkatoi një njerëz që e kishte mbajtur dhe e kishte shpëtuar gjatë luftës. Domethënë qëndrimin e tij në Tiranë ai kishte bazuar tek familja. Dhe është e fjala e famshme që nëse s'do vras atë, nuk mund t'i vras atë të tjerët. Kjo është pjesë dhimbshme e kësaj tragjedie, domethënë. Duke vrarë atë, ai hapi rrugën e kishte më të kollajt që të vriste çdo tjetër. Gjithë pjesët nacionaliste u bën si thuash target në këtë gjyq special, në mënyrë të veçantë balli kombëtar. Të gjithë pjesëtarësit, pjesa më e madhe atyre që u dënuan me vdekje ishin përfaqësues balli kombëtar dhe që u dënuan më rënd. Pra, balli kombëtar që kishte kontribute relativisht të dukshme në luftën nacionale shqiptare, jo vetëm ju me mohua ajo, po u konsideruan si tradhtar dhe ata u vuan në indeksin sepse duke qenë se ishin një organizatë mjaft intelektuale dhe duke qenë se kjo klasë që po vinte për të marrë pushtet kishte pak lidhje me intelektualizmin, ata duhet të ishin të parët që dënoshin me masat që mos rrezikonin më marrjen e pushtetit në këtë vend. Për t'i dhënë procesit pamjen e një gjykimi të rregullt, të pandehurve ju caktuan mbrojtës ligjor. Në letër, çdo garanci procedurale dukej se ishte respektuar, por në praktik, roli i avokatit do të mbetej thuajse formal. Në gjyqin special ishin edhe 10 avokat të njohur, avokatët më të njohur të Shqipërisë, të cilët në një kohë të mëpasme pjesa më e madhe e tyre ose u dënuan ose u pushkatuan edhe ata, domethënë, por meqense ishte fillimi u përdor kjo fasada e të qenit të mbrojtur dhe fjala e avokatëve në asnjë rast nuk u lehtësoi barrën klientëve të tyre, domethënë të pandehurve. Pra, në gjyqin special, pozita e avokatit u kthye në fasadë. Kjo është një element që vlen të theksohet, sepse diktatura presupozon që bën drejtësi dhe çfarë bën? Shkatron institucionin e avokatit, që është një mbrojtës ligjor i një pale dhe duke lënë të pambrojtur, ti në një farë mënyre nuk artikulohesh mirë juridikisht. Çdo i pandehur i kësaj bote, përballë ligjit edhe përballë një prokurori ose një gjykatësi që janë të sofistikuar në njohjen e ligjit, një njeri thjesht nuk ka fuqi reale për të mbrojtur. Por gjykatësit dhe prokurorët e komunizmit presupozonin që ata bënin drejtësinë. Ata mendonin vetëm për drejtësinë. Ndërkohë që ajo drejtësia e tyre ishte thelbi i një padrejtësie që zgjati më shumë se gjysmë shekulle. Një detaj që vlen të nënvizohet nga gjyqi special është edhe fjala e Koltromarës. Koltromara ishte nga Korça, kishte jetuar një pjesë të madhe të jetës në Amerikë, edhe i tha Koltromara, tradhtari i adheut dhe armiku i popullit. Tradhtari i adheut dhe armiku i popullit jeni ju, tha. Koha do ta tregoj këtë kush është armiku i vërtet i popullit shqiptar. Ndërsa seancat po shkonin drejt fundit, fati të pandehurve po bëhej gjithnjë e më i qartë. Tashmë nuk diskutohej më vetëm për fajsinë apo pafajsinë e tyre, po afrohej momenti kur prokuroria do të kërkonte dënimet që do të vulosnin fatin e 10 njerëzve. Prokurori i këtij gjyqi, Betris Spahiu, do të ishte një figurë qendrore në tablon friksuese të terrorit që po projektonte diktatura. Aq i devotshëm do të ishte ai në këtë gjyq sa vite më vonë do ta dënonte vetveten publikisht. Lazar Radi në librin e tij e vendos edhe pendimin e këtij prokurori, por në radhën e ngjarjeve ai pendim shpaloset pak më vonë. Radi shkrua në librin e tij për pretencën që Betris Spahiu shpalosi para gjyqit special. Prokurori kërkon dënim me vdekje për 23 kriminal lufte.
kërkon 30 vjet burg për 9 të akuzuar, kërkon nga 15 vjet për 6 vet, kërkon burgim të përjetshëm për 8 të akuzuar të tjerë, burgim për 12 të akuzuar, kërkon 5 vjet burgim, po kështu për 6 të akuzuar, për 2 të akuzuar, kërkon pafajësinë. Bedris Pahiu, që në një farë mënyre ishte mjaft i artikuluar si prokuror i gjyqit special, gjë që masi ra nga fiku, po e quajmë ne, ai i vetmi që ka deklaruar publikisht që në gjyqi special është pesha më e madhe në ndërgjegjen e jetës tij. Domethënë atë që e bëri me zell të madh, u detyrua ta rikthej, po rikthimi më s'kishte, sepse konsekuencat e atij gjyqi lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë dhe historinë tragjike të inteligjencës dhe intelektualëve shqiptar. Burimet zyrtare të kohës e paraqesin kështu seancën e fundit të gjyqit special, ku edhe u dhanë dënimet për 60 të pandehurit. E premte 13 prill 1945, gjyqi special shqyrtoi vendimin kundër kriminalëve të luftës dhe armiqve të popullit. Sot në ora 10 në sallën e kinemas Kosova përpara një shumice të madhe populli, kryetari i gjyqit special, general lejtnant Koçi Xhoxhe, shqyrtoi vendimin e trupit gjykues për të 60 kriminalët e luftës dhe armiqtë e popullit. Populli i shumt që kishte mbushur sallën e gjyqit dhe sheshet e altopërlandëve prisnin me duar trokitje nëpër rrugët e qytetit për vendimin e drejtë dhe të matur të gjyqit special. Vendosi fajtorinë e të pandehurve me cilësitë e ndëshkimit si vijon. Ndëshkimi me vdekje të kriminalëve të luftës Fejzi Alizoti, Terenc Toçi, Aqif Përmeti, Gustav Mirdash, Konstantin Kote, Hilmi Leka, Reshit Merlika, Beqir Valteri, Javer Hyrshiti, Dik Cami, Ismail Golemi, Zef Kadarja, Tasim Bishqemi, Shqyqyri Borshi, Daud Çarçani, Kol Tromara, Bahri Omari, Qemal Vrioni dhe Tefik Mborja. Për 2 të fundit, njoftimi zyrtar thekson se dënimi me vdekje ju kthye në 30 vjet burg. Qemal Vrioni, duke u dorëzuar mrena afatit, përfiton nga shkaqet lehtësuese dhe ndëshkimi me vdekje i kthehet në burgim të përjetshëm. Tefik Mborja, mbas rënies së kabinetit të Shefqet Verlacit, që në vitin 1941 është tërhequr kryekëput nga jeta politike, ndëshkimi me vdekje i kthehet në 30 vjet burg. Mëtej, njoftimi zyrtar liston emrat e 8 të dënuarve të tjerë me burgim të përjetshëm, si Koço Kote, Xhavit Leskoviku, Koço Tasi, Ibrahim Biçakçiu, Xhevat Korça, Rifat Begolli, Bajram Pustina dhe Shuk Gurakuqi. Po ashtu, me 30 vjet heqje lirie u dënuan të pandehurit Sokrat Dodbiba, Ethem Cara, Anton Kozmaçi, Sami Koka, Mihajl Zallari, Ndoc Naraçi, Lazar Radi dhe Sulejman Vuçiterni. Me 20 vjet burg u dënuan Mihajl Sherko, Akile Tasi dhe Fiqëri Llagami. Me 15 vjet burg u dënuan Gjergj Bubani, Bilal Nivica, Jakov Milaj, Rok Kolaj dhe Ismet Kryeziu. Me 10 vjet burg u dënuan Rok Gera, Rifat Tartari, Vangjel Goxhomani, Nedim Kokona dhe Ihsan Libohova. Me 5 vjet burg u dënuan Emin Toro, Mahmud Golemi, Manush Peshkëpia, Zef Benusi dhe Zia Bejleri. Sami Visoka u dënua me 3 vjet burg, ndërsa Luiq Filaj, Dedi Jakova, Abedin Qiku, Abdurrahman Telqiu dhe Zef Shiroka u liruan. Gjatë pushkatimit të këtyre të gjyqjes special, Fejzi Alizoti, në atë sharrimin që u bën me automatik ta, Fejzi Alizoti mbeti gjallë, kupton? Dhe Fejzi Alizoti u ngrit në këmbë dhe tha, në bazë të ligjeve ndërkombëtare, mua më falet jeta. Ashtu i tha Bedris Pahiu dhe nxori pistoletën nga xhepi dhe ja numëroi në ball Fejzi Alizotit. Njoftimi për pushkatimin e 17 të dënuarve
jepet kështu në shtypin e kohës. Drejtësia e popullit ra pa mëshirë mbi kriminalat e luftës, po mbyllen faqet e tradhtisë. Kryesia e Këshillit Antifashist në mbledhjen e pardjeshme refuzoi kërkesën për mëshirë që kishin paraqitur të 17 kriminalat e luftës të dënuar me vdekje nga gjyqi special i kryeqytetit. Pas këtij refuzimi, dje në drekë, ora 19:15 të 17 të dënuarit me vdekje u ekzekutuan. Të ekzekutuarit janë këta: Fejzi Alizoti, Terenc Toçi, Aqif Përmeti, Gustav Mirdashi, Konstantin Kote, Hilmi Leka, Reshit Merlika, Beqir Valteri, Javer Hyrshiti, Dik Cami, Ismail Golemi, Zef Kadarja, Tasim Bishqemi, Shqyqyri Borshi, Daud Qarqani, Kolt Romara dhe Bahri Omari. Unë jam një nga të 60-tët që u dënuan nga ky i ashtu quajtur gjyq special. U dënova me 30 vjet burg, dënim i rënd, sa atmosferë rënd, mbytse, ishte ajo e kohës së zhvillimit të gjyqit. E kishim të qartë se kishim të bënim me kriminala, autentik e me njerëz të ekzaltuar e të dehur nga një fitore e dhuruar, nga armiku ynë shekullor, nga komunizmi serb. Në gjyqin special po gjykonin njerëz të ekzaltuar, njerëz të dehur nga fitoria. Nga njerëzit të dehur mund të pritet çdo gjë, më e pakta dënimi me vdekje. Dënimi me vdekje ishte thjesht një fjalë goje. Një kusht i kisha vënë vetes, të dali gjallë nga burgu. Breznit e ardhshme duhej të mësonin realisht se çfarë pësoi ky popull heroik nën thundrën e sundimit komunist. Nëse do ta përkufizojmë gjyqin special, është se një nga ajo, domethënë për ta bërë në rrafshin e spektaklit, ishin se u përdorën të gjitha masat e dënimeve deri te falja, për shembull, deri tek nxorën 1 të pafajshëm, 2 me plotësim afati, domethënë me dënimi dënuan 6 muaj ose 1 vit dhe dolën, edhe pjesa tjetër u dënuan 1, 3, 5, 10, 20, 30, burgim përjetshëm edhe pushkatim. Domethënë, janë 17 të pushkatuar, domethënë sasia e pushkatuarve ishte pothuajse 1/3 8 ishin me burgim përjetshëm, edhe 10 ishin me burgim 30 vjeçar. Me burgim 30 vjeçar hynte edhe Lazaradi, që ishte më i riu dhe që në një farë mënyre posa kishte mbaruar shkollën dhe vetëm 2 vite kishte që ndodhesh në Shqipëri mas studimeve. Pavarësisht peshës së krimeve pas daljes nga lufta e dytë botërore, Gjermania naziste u përball në gjyqin e Nurembergut me një gjykim shumë herë më të lehtë se masat e dhëna nga gjyqi special në Tiranë. Pasi kishin arrestuar në Tiranë qindra intelektual nëntorin e 1944-s, duke akuzuar shumë prej tyre pa të drejtë si kriminal lufte, gjyqi special do të jepte 17 dënime me vdekje, në një kohë që në Gjermani, vendi që kishte shkaktuar luftën e dytë botërore, do të dënonte me vdekje në gjyqin e Nurembergut vetëm 11 të akuzuar. Nëse nisemi nga mënyra e trajtimit në paralel të ngjarjeve historike, gjyqi që u bë krerëve nazist që ishin shkaktarët e vërtet të luftës dhe, si të thuash, njerëzit që bën genocidin e madh, atë kampet e përqendrimit, u dënuan 11 vet me vdekje, e tjerë me dënime. Në Shqipëri u dënuan 17 vet me vdekje. Domethënë, ata që kishin shkaktuar luftën domethënë, që ishin përgjegjësit kryesor, u dënuan 11 vet. Në Shqipëri 17 vet. Kjo mënyrë e shproporcionuar e dënimit ishte, si thuash, sinjali që po afrohesh një kohë relativisht e egër. Dhe, si thotë edhe Lazri, gjyqi special u bë shkolla e gjykimit
për 45 vitet e më pasme. Domethënë, shumë njerëz që kanë marrë pjesë në gjyqjen special më pas u bën gjykatës dhe etalonin e përdorur në atë gjyq e përdorën ata në vazhdimsi në vitet në vijim. Procesi u ndoq nga afër edhe nga diplomatët e huaj të akredituar në Tiranë. Megjithatë, në dokumentet dhe dëshmitë e kohës nuk rezulton ndonjë reagim publik ndaj mënyrës se si po zhvillohej gjyqi. Ky është një prej kapitujve që vazhdon të ngrej pikpyetje edhe sot. Ky gjyq u zhvilluar në prani të gjitha ambasadave të huaja dhe asnjëra prej tyre nuk i tërhoqi vërejtjen pushtetit të ri që po te i kalonte një mas të dënimit edhe një mas të me një procedurë jo fort të rregullt, duke e legjitimuar këtë mënyrë dhe këtë spektakël. Do me thënë, nuk është vetëm një dëshirë e atyre që bën luftën për të marrë pushtetin, po ishte edhe një dëshirë e atyre që e mbështesin marrjen e këtij pushteti, edhe duke abuzuar dukshëm me krimet që u atashuan kësaj pjese intelektuale. Qëndrimi përfundimtar i shërbimeve të huaja lë për të dëshiruar sepse duke sikur ishte arritur një marrëveshje që Shqipëria jo vetëm do të mbetesh nën komunizëm, se nën komunizëm nuk është se mbeti Shqipëria, mbetën një seri vendesh të Evropës Lindore, por do të kishte atë komunizmin më të egër, më të ashpër dhe siç e kam theksuar dhe në vende të tjera, një popull të vogël e njëjta dhunë nuk është e barabartë me dhunën të një popull i madh, se një popull i madh e akumulon, e amortizon dhunën. Në një popull të vogël dhuna bëhet e dukshme edhe e prekshme edhe për atë fëmijën e vogël që nuk pati fat të jetonte, sepse ishte dhuna e shtetit që e solli edhe vdekjen e një fëmije të vogël ose pra dalim që kishte një konsensus për diktaturën në Shqipëri të habitshëm midis lindjes edhe perëndimit. Edhe perëndimi në gjyqin special u bë njësoj, si Jugoslavia, si Rusia. Ndërkohë që Lazar Radi vuan të dënimin e tij me burg, në familje drama nuk do të rreshte. Mbi bashkëshorten e tij Vitoren do të rëndonin njëra pas tjetrës ngjarje të rënda që lidheshin të gjitha me atë gjyq special. Pas vdekjes së foshnjës së saj, pak kohë pasi i kishin arrestuar bashkëshortin, Vitoria do të përballonte ditët plot ankth të gjyqit special. A do t'ja dënonin të shoqin me vdekje, kur ky ankth do të përfundonte dhe Lazar Radi do të dënohej me 30 vjet burg, ajo do të përjetonte një tjetër ankth, atë të rrugëtimit të bashkëshortit në burgjet e tmerrshme të regjimit. Por saga e ngjarjeve të rënda për të nuk do të përfundonte këtu. Regjimi do të arrestonte edhe vetë Vitoren. Mbas disa vitesh e arrestuan dhe nënën dhe e dënuan në një proces formal dhe gjatë gjithë periudhës së hetusisë, atë nuk e kanë quajtur në emrin, bile në emrin, gjatë hetusisë i kanë përdorur, që më ka bërë çudia më e madhe e jetës time, nënën time i kanë përdorur 8 emra. I thoshin Vida, Vita, Vitka, Vitore, Vitoria, Viktori, domethënë 8 emra kishte, por kryefjala gjatë gjithë dosjes hetimore të nënës time ishte gruaja e armikut popullit Lazar Radi. Domethënë që ishte nuk ja vinin në emrin, po ja vinin gruaja e armikut popullit gjatë gjithë kohës. Nëna ishte 27 vjeçe kur e futën burg, babai 28, domethënë të dy patën atë rininë tragjike dhe të gjitha këto vijnë si konsekuencë e gjyqit special. Dalja nga burgu e çiftit të Radi nuk do të thoshte se ata i kishin mbyllur hesapet me regjimin. Çifti do të mundohej të rikuperonte vitet e rinisë së humbur në burgje. Do të ndërtonin familjen e tyre dhe do t'i bënin ballë jetës në mungesë të plotë të lirisë, pasi do t'i kalonin të gjithë vitet në vijim deri në fund të diktaturës në internim. Por kur perdhja e kuqe ra dhe nisën shenjat e para të lirisë, krahas qindra punëve të tjera intelektuale, Lazar Radi i vuri synim vetes
të zbarte gjyqin special të ngjarje të rënd të jetës së tij, e cila që edhe kopertina ankthioze e 45 viteve diktaturë në Shqipëri. Në faqet e fundit të librit të tij, ai vendos jo pa qëllim pendesën e prokurorit të këtij gjyqi, Bedris Pahiut, duke i dhënë mundësinë lexuesve ta lexojë makabritetin e asaj ngjarje historike pikërisht përmes gojës së tij. Më 6 qershor 1991, në gazetën Republika, Bedris Pahiu boton një artikull të cilin mund ta quajmë edhe si testamentin e tij politik, testamenti një njeriu i cili në fundjetën e vet e ndjen për detyrë të rrëfehet, jo në një rrëfyestore, por në një gazetë para gjithë opinionit publik shqiptar. Fjalët e Bedris Pahiut. Si prokurori i gjyqit special, mu desh në bazë të ligjit të asistoja në ekzekutimin e 17 fatësinjve. U gjenda ndërmjet të dënuarve dhe skuadrës së pushkatimit, kur komandanti i skuadrës së pushkatimit dha urdhër, një lëvizje u pa në rreshtin e të dënuarve, të cilët i kthyen krahët tytave të armëve, siç kishte urdhëruar komandanti. Vetëm një njeri pati guximin t'i kundërvihet urdhrit. Jo, askush nuk duhet t'i kthej krahët nga tytat, pasi nga shpina vriten vetëm tradhtarët. Këtë do ta vërtetoj historia. Ky ishte Bahri Omari, një burr i zgjuar dhe patriot. Tjetër rrugë do të marrin ngjarjet, ju përgjigja unë. Disa nga ata nuk dëgjuan, kurse të tjerët më besuan amanetet e tyre. Midis këtyre të fundit, Javer Hyrshiti dhe Tasim Bishqemi kërkuan që të ruhej paprekshmëria e familjes dhe e fëmijëve të tyre. Unë u thash dhe i garantova se familjet të tyre do të kishin në Shqipëri, po ato të drejta që do të kishin të gjithë banorët. Se sa besuan në këto slogane të prokurorit të gjyqit special, një perëndi e di, por ngjarjet u zhvilluan në një mënyrë të tillë që përgënjeshtruan deklaratat e mia dhe turpëruan deklaruesin dhe gjithë ata që pretendonin se ishin ndërtues të një Shqipërie të re e të lumtur njerëzore. Gjyqi special edhe përfundimisht shërbeu si një shkollë e madhe e krimit, është pa diskutim dhe me të drejtë kjo historiografia edhe e komunizmit edhe pas komunizmit përpiqet ta anashkalojë gjyqin special dhe ta minimizojë atë sistemin e krimit që u vendos në Shqipëri. E vërteta është që gjyqi special meriton të studiohet edhe të bëhet, si thuash, modeli i një të keqe që do të shumëfishohej në mënyrë progresive në jetën shqiptare dhe do sillte produkte relativisht tragjike edhe të pariparueshme.